Fotot që shihni në ekran i përkasin automjetit tip furgoni i cili u sekuestrua gjatë së mërkurës, brenda të cilit u gjet arsenal armësh. Të dhënat e policisë saktësojnë se ai kishte qëndruar prej më së një muaji parkuar në rrugën Myslimshyri në Tiranë. Në dëshminë e parë para grupit hetimor, pronari i furgonit mohon lidhjen me armët e zjarrit. Nuk kam asnjë lidhje me armët e zjarrit. E kisha parkuar automjetin në Myslimshyr, aty ku kam edhe banesën. Nuk e di kush i ka vendosur aty armët e zjarrit. Pas operacionit policor, reagoi drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda, i cili theksoi se ai ishte i suksesshëm dhe se tregon në luftën e uniformave blu ndaj krimit të organizuar, por ai ka edhe një thirrje për qytetarët. Ky është një tjetër operacion i suksesshëm që tregon profesionalizmin, përkushtimin dhe vendosmërinë e policisë së shtetit për të goditur krimin dhe garantuar sigurinë e qytetarëve. Armët prodhojnë krim. Çdo armë e paligjshme është një rrezik real për jetën e qytetarëve dhe për rendin publik. Ju bëj thirrje qytetarëve që të mbështesin punën e policisë së shtetit duke bashkëpunuar dhe denoncuar çdo rast që cënon rendin dhe sigurinë publike. Gjatë operacionit u sekuestruan 23 armë zjarri, prej të cilave 5 snajper, një silenciator, 17 krëra me municion luftarak, celular dhe pajisje për shpërthime në distancë, pajisje për bllokimin e valëve, uniforma të ngjashme me ato të policisë, si dhe sende të tjera të kundraligjshme. Fillimisht ndërhyri policia rrugore si pjesë e një manovre të agjentëve me argumentin se automjeti kishte bllokuar rrugën. Pas konstatimit të armëve, ndërhyn agjentët e krimeve, ndërsa fugoni me mbishkrimin mirëmbajtja rrugore dyshohet se u përdor si kamuflim nga trafikantët.